Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi bashkë në edicionin qendror të lajmeve, këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Qeveria rikthen bordin e transparencës për të disiplinuar tregun e karburanteve. Nafta do të shitet me çmime tavan, pritet edhe ulja e akcizës me 20%. Muslimanët festojnë Fitur Bajramin, mira besimtarë mbushën sheshin Skënderbej për ritualin e faljes. Klerikët apel për më shumë paqe, solidaritet e dashuri. Parlamenti Evropian i kërkon Shqipërisë të thellojë luftën ndaj korrupsionit. Raporti i Komitetit të Jashtëm thekson nevojën e reformës zgjedhore gjithëpërfshirëse. Lirohet drejtori i burgut të Rogozhinës, nuk ka prova që e lidhin me kanabisin në Peqin. Shpallet në kërkim vëllai i tij dyshohet se kultivoi lëndët narkotike. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Qeveria do të rikthejë bordin e transparencës për të disiplinuar tregun e karburanteve. Nafta do të shitet me çmime të përcaktuara, ndërsa pritet edhe ulja e akcizës me 20%. Ekspertët kanë mirëpritur këtë hap, por kërkojnë të shihet mundësia e reduktimit të taksave të tjera për karburantet. Pas rritjes së vazhdueshme të çmimit të naftës në vend, qeveria ka vendosur të rikthejë edhe një herë bordin e transparencës, i cili synon të vendosë çmime tavan për karburanteve duke mos lejuar abuzimet nga ana tregtarëve. Vendimi për rikthimin e bordit është diskutuar mbrëmjen e sejntes në një takim informal mes ministrave në kryeministri, ndërsa pritet mbledhja e Këshillit të Ministrave që ai të bëhet funksional. Besoj se është nevojshëm sepse edhe zhvillimet në tregjet botërore janë goxha të rëndësishme. Kemi një rritje dhe një lëvizje të jashtëzakonshme të çmimit të naftës në bursat ndërkombëtare dhe si pasojë edhe këtu do të ndjehet efekti. Për këtë arsye, me sa duket qeveria ka parë të arsyeshme që ta ngrejë bordin e ta funksionalizojë sa më shpejt dhe mundur. Paralelisht me rikthimin e bordit, qeveria ka ndërmarrë një tjetër mas për të ndikuar në çmimin final të karburanteve. Atë të uljes së taksës së akcizës me 20%. Për momentin, për shkak të vështirësive, për një periudhë caktuar, edhe unë jam dakord që qeveria duhet të ulë jo vetëm akcizën, por të shikojë kë nga taksat mund ta reduktojë në mënyrë që të ulet çmimi përfundimtar i naftës. Mund ta ulë nga 25 deri në 30 apo 35 lekë të reja. Pra, nga 220 mund të shkojë prapë 180 apo 190, që është përsëri lart për një qytetar konsumator thjesht. Përveç monitorimit të naftës, qeveria ka ngritur edhe grupe terreni që po vrojtojnë çmimet e produkteve të shportës në Shqipëri, me synimin që të mos përsëriten sërish skenat kur ushqimet u shtrenjtuan në mënyrë të shpejtë në vitin 2022. Çmimi në tregun me pakicë vazhdon të mbetet i lartë në Shqipëri, ku litri naftës po tregtohet me rreth 214 lekë, ndërsa në disa pika karburanti arrin edhe në nivelin e 217 lekëve për litër. Në harkun kohor të 3 javëve, çmimi i arit të zi është rritur nga 175 në 214 lekë, duke shënuar një rritje me rreth 19% si pasojë e shtrenjtimit të naftës në bursat ndërkombëtare. Në bursën e Platës, e cila shërben si referencë për çmimin që zhdoganohet në Shqipëri, nafta është shtrenjtuar me rreth 30% në krahasim me momentin kur filloi përshkallëzimi i situatës në lindjen e mesme. Pas agjërimi 30 ditor në muajin e Ramazanit, muslimanët festojnë sot Fitur Bajramin. Në mëngjes, mira besimtarë mbushën sheshin Skënderbej për të kryer ritualin e faljes. Kryetari i komunitetit musliman Bujar Spahiu në fjalën e tij bëri thirrje për më shumë paqe, solidaritet dhe dashuri mes njerëzve. Allahu Akbar. Besimtarët musliman festuan këtë të premte festën e Fitur Bajramit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, mijëra besimtarë mbushën sheshin Skënderbej dhe xhamitë e kryeqytetit për faljen e namazit. Falja, e cila filloi në orën 6:30 minuta, u drejtua nga kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Këtë Fitur Bajram, kreu i komunitetit zgjodhi të uronte me një mesazh të fokusuar tek zhvillimet e fundit në botë, duke u shprehur se lutjet janë për të gjithë ata që vuajnë, fëmijët që rriten mes frikës dhe popujt që duan paqe e drejtësi. I lutemi Zotit që të sjellë begati në familjet tona, vllazëri në mesin ton dhe
prosperitet dhe mirëqëndje për vendin tonë. Ne i lutemi Zotit që çdo konflikt anë kënd botës, Zoti të lëshoj paqen dhe mirësinë në mesin e tyre. Lufta nuk është e dëshiruar nga askush dhe ne dëshirojmë që sa më shpejt të përfundojë ajo dhe të gëzohen familjet e tyre edhe në përfesta dhe çdo gjë tjetër. Edhe këtë vit, besimtarët që sakrifikuan në këtë muaj të agjërimit ishin të shumtë. Ndaj, urimi i tyre për më shumë dashuri mes njëri tjetrit shkoi për të gjithë shqiptarët. Baramin festofshim shumë festa të tjera si kjo, Baram me paqe çdo ditë. Fite Barami quhet se sot kthehemi në ditën normale pas një muaj agjërim. Sot do festojmë me familjarët, do mlidhemi me gjithë, do festojmë. Do shkojmë për vizita. Teologët po ashtu dhanë urimet e tyre në këtë ditë feste. Lut Zotin që të jetë një ditë e mbarë dhe e bekuar për ne dhe për gjithë shqiptarët. Lut Zotin që të na afrojë zemrat me njëri tjetrin, të afrojë familjet me njëra tjetrën. Lut Zotin na nxjerrë shejtanin për barku se e kemi të madh me shejtanin. Lut Zotin në matë që të jetë një ditë gëzimi e shqiptarët pafshin vetëm mirë. Fitër Bajrami shënon për muslimanët për mbylljen e agjërimit 30 ditor të muajit të Ramazanit. Ajo është një nga dy festat më të mëdha të kalendarit islam. Pas faljes së namazit herët në mëngjes, besimtarët vijojnë traditën me drekën familjare të Bajramit. Gjithashtu në këtë ditë zhvillohen vizita tek të afërmit dhe bëhen dhurata për fëmijët. E po ashtu ndahen edhe ndihma për njerëzit në nevojë. Nga veriu në jug, besimtarët muslimane nisën ditën e Fitër Bajramit me ritualin e faljes në xhami ose në sheshet e qyteteve. Teologët vunë duke sakrificën e agjërimit me apelin për të zhvilluar vlerat morale dhe ruajtjen e familjes. Allahu Akbar. Besimtarët muslimanë në të gjithë vendin falen namazin e Fitër Bajramit në xhamit kryesore, duke i dhënë fund 30 ditëve të agjërimit, lutjeve dhe sakrificave të muajit të Ramazanit. Nga Shkodra zëvendës myftiu Arben Halluni në mesazhin e tij u ndal të vlerat e familjes, duke kërkuar ruajtjen e saj nga shturja dhe devijimet. Fëmia ka nevojë për dashurinë e nanës dhe për forcën dhe mbështetjen e babës. Sot po shohim përpjekje që të ndryshohet kjo natyrë e familjes, që të zëvendësohen fjalët e bukura nanë dhe babë me shprehje të ftofta si prindër 1 dhe prindër 2. Por familja nuk është një formulë administrative. Familja është dashuri, sakrificë, edukim dhe identitet. Edhe në Lezhë, besimtarët u drejtuan drejt xhamive për të kryer ritualin e faljes. Në mesazhin e tij, myftiu i Lezhës Sedetin Kotri theksoi se gëzimin e vërtetë të kësaj feste e përjetojnë ata besimtarë që kanë treguar për kushtim dhe sakrificë gjatë gjithë muajit Ramazanit përmes agjërimit dhe lutjeve. Edhe në Mat, xhamia e Burrelit ishte e mbushur me besimtarë që dëgjuan ligjëratën përkatëse para faljes së namazit. Allahu Akbar. Në Korçë, qytetarët përcollën urimet e tyre për më shumë begati dhe agjërim të pranuar. Do të uroj të gjithë vëllezërve musliman, të gjithë ata që agjëruan, Allahu ja pranoftë, dhe të gjithë të tjerëve të kenë mirësi, shëndet e begatin familjet e tyre. Gëzuar dhe për shumë vjet Fitër Bajramin. Është përmbledhja e sakrificës 30 ditore të agjërimit të muajit Ramazanit. Gjithë bota në mbanë, gëzuar për shumë vite. Të gjithë ata besimtarë muslimane që agjëruan gjatë muajit, Zoti t'ia shpërblet me tërë të mirat. Për herë të parë këtë vit në Durrës, besimtarët musliman për shkak të numrit të lartë e kryen ritualin e faljes edhe në sheshin Liria para bashkisë. Në Vlorë gjithashtu besimtarë të shumë nga qytetit dhe zonat përreth kanë falur namazin e Fitër Bajramit në ambientet e pallatit të sportit. Fieri, Berati, Gjirokastra e shumë qytetet të tjera festuan gjithashtu Fitër Bajramin me ligjërata nga teologët si dhe ritualet e tjera fetare. Allahu Akbar. Kjo ditë e veçantë simbolizon mëshirën, faljen dhe solidaritetin njerëzor, ku besimtarët ndajnë lëmosh dhe kujdesen për ata në nevojë, në mënyrë që gëzimi i festës të jetë për të gjithë. Shqipëria do të vijojë përpjekjet e saj në luftën kundër korrupsionit dhe forcimit të shtetit të së drejtës. Ky është një nga konkluzionet e raportit të misionit të Komitetit të Jashtëm të Parlamentit Evropian që ishte në Tiranë. Dokumenti vëren gjithashtu se reforma zgjedhore duhet të jetë gjithëpërfshirëse.
Parlamenti Evropian ka publikuar raportin e misionit Komitetit Jashtëm që vizitoi Shqipërinë dhe Malinezi në shkurtin e këtij viti. Në këtë dokument theksohet se fokusi i takimeve ka qenë raporti vlerësimit për piketat e ndërmjetme, si hapi i radhës në procesin e negociatave që krijon mundësinë që Shqipëria të nisë mbylljen e kapitujve. Antarët nënvizuan nevojën për të vazhduar punën për themelorët në veçanti në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, forcimin e shtetit të së drejtës dhe miratimin e një reforme zgjedhore gjithëpërfshirëse. Ata inkurajuan stabilitetin politik dhe dialogun. Raporti veçon si gjatë takimeve në Shqipëri u diskutua edhe rreth hetimeve të korrupsionit në ratët e zyrtarëve të lartë. Gjatë diskutimeve ju kushtua vëmendje polarizimit politik si dhe hetimeve për korrupsionin në nivelin e lartë dhe rrezikun e ndërhyrjes politike në procedurat gjyqësore. Në këtë dokument, Komiteti i Jashtëm i Parlamentit Evropian thekson se inkurajon Shqipërinë të intensifikojë punën për mbylljen e kapitujve për negociatat e antarësimit në BE. Të dhënat e nxjerra nga ky mision do të përdoren për raportin vjetor që vlerëson progresin e Shqipërisë në procesin e antarësimit. Misioni i Komitetit të Jashtëm, i kryesuar nga David McAllister, erdhi në Shqipëri në periudhën kur në parlament ndodhej kërkesa e SPAK-ut për heqjen e imunitetit Belinda Ballukut, e cila aso kohë ishte ende numri 2 i qeverisë. Gjatë një konferencë me gazetarët, kryetari i Komitetit Jashtëm David McAllister deklaroi se nuk mund të komentojë në hollësi raste individuale. Por çështja që përfshin zëvendës kryeministren Balluku është test kritik për Shqipërinë në luftën e saj kundër korrupsionit. Kapitulli për mjedisin është sfidues për Shqipërinë sa i takon rrugtimit drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Vendi ynë do të përmbush plotësisht 2012 direktiva të Unionit, ndërsa legjislacioni pritet të jetë gati maksimumi deri në mesin e vitit të ardhshëm. Shqipëria po ngjit shkallët që do ta çojnë drejt derës së Bashkimit Evropian, por për ta hapur atë derë do të duhet që fillimisht të bëhen detyrat e shtëpisë. Mes tyre qëndron edhe detyra për kapitullin 27, atë të mjedisit, e cila konsiderohet si një ndër më të vështirat për vendin ton dhe përmbushja e saj do të kërkojë kohë përtej vitit 2027. Kapitulli 27 është edhe kapitulli më i madh dhe më i kushtueshëm për tu përmbyllur. Në total, për tani ka 201 direktiva që Shqipëria duhet i përmbush. Ky kapitull përmbledhet në 9 piketa përfundimtare që Shqipëria duhet i përmbush para se të mbyll kapitullin. Por një legjislacion i përafruar me Bashkimin Evropian nuk mjafton. Shqipëria duhet të sigurohet edhe për zbatimin e tij. Dhe për këtë po përpiqet të negociojë më shumë kohë me Komisionin Evropian. Për disa piketa përmbyllëse, për shembull për cilësinë e ujërave, trajtimin e ujërave të ndotura apo menaxhimin e mbetjeve, Shqipëria ka kërkuar periudha kalimtare. Megjithatë, Komisioni Evropian ka kërkuar informacion të mëtejshëm për secilën kërkesë që është bërë nga Shqipëria për periudhë kalimtare. Kjo periudhë kalimtare kërkohet apo është nevojshme pasi disa nga objektivat apo investimet kërkojnë një kohë tepër të gjatë për tu arritur, për shembull për mbetjet, për të arritur standardet e BE-s për direktivën e menaxhimit të mbetjeve, vendi ka kërkuar 6 vjet. Dhe për gjatë këtyre 6 vjetëve vendi duhet të investojë diku te 700 milion euro investime. Disa vende jepen si shembujt më të mirë nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë për t'i ndjekur për kapitullin e mjedisit. Modele shumë të mira që Shqipëria mund të ndjekë janë vendet baltike, janë vendet që kaluan nga vendet të poshtuara nga Bashkimi Sovjetik në vendet që arritën objektivat dhe zbatimin e legjislacionit evropian për shumë pak vite. Dhe vendet tjera të cilat mund t'i ndjekim janë vendet ballkanike që tashmë janë në BE, si Slovenia dhe Kroacia. Slovenia është një model për mbrojtjen e mjedisit në BE. Fatura financiare e përllogaritur nga ekspertët për kapitullin e mjedisit është 9.8 miliard euro. Drejtori i burgut të Rogozhinës është liruar nga qelia pasi policia nuk gjeti prova që e lidhin atë me 4.000 rrojnë kanabisi që u gjetën në një magazin në Peqin. Në kërkim është shpallur vëllai i tij që besohet se ka kultivuar lëndë narkotike, ndërsa është arrestuar faturisti OSHS. Pa kaluar as 12 orë nga vetë dorëzimi në polici, drejtori i burgut të Rogozhinës është liruar nga paraburgimi pasi u shpall më herët në kërkim i akuzuar për 4.000 rrënjët kanabis që u gjendën brenda objektit të tij në një fshat të Peqinit. Sipas burimeve, Bilal Hasa ka thënë se nuk e ka idenë se kush e ka mbjell kanabisin brenda objektit, pasi sipas tij ka shumë muaj pa shkuar atje. Madje ai ja ka kaluar përgjegjësinë të vëllait duke thënë se për këtë banesë kujdeset ai.
Në këto kushte, policia e Elbasanit ka shpallur në kërkim Romario Hasën, e gjithashtu të afërmin e tyre Ernest Hasa që dyshohet si bashkëpunëtor. Në kërkim janë edhe përgjegjësit e OSHE në zonën e Peqinit, Ervis Maçi dhe Derisa Elezi, që akuzohen për shpërdorim detyre, ndërsa u arrestua faturisti i energjisë elektrike Erion Dokovelli, pasi akuzohet se nuk informoi për energjinë e konsumuar. Lirimi i Bilal Hasës ndodhi pa shkuar dosja e plot në prokurorinë e Elbasanit me materialet përkatëse, pasi policia bëri verifikimet dhe nisur nga dëshmit, por edhe disa veprime hetimore vendosi ta hetojë në gjendje të lirë. Gjatë operacionit të policisë nuk u gjet asnjë person brenda godinës e cila ishte kthyer në një shtëpi bari me të gjitha pajisjet e instaluara për kultivimin e kanabisit. Sipas grupit hetimor, operacioni mund të jetë dekonspiruar pasi një laborator i tillë me 4000 rrënjë kanabis kërkon patjetër persona që të përkujdesen për bimët. Brenda godinës janë gjetur gjurma DNA dhe prova të tjera të cilat janë dërguar në laboratorin shkencor të policisë. Ndërkohë, një transformator që mund të shërbejë për furnizimin me energji të një lagje të tërë ishte vendosur në dispozicion nga OSHE për këto magazina, ku dyshimet janë ngritur pikërisht ndaj punonjësit të OSHE, Ervis Maçi, se mund të ketë bashkëpunuar me kultivuesit e kanabisit. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miropafshim.